Kemi ardhur në pikën e Big Brotherit ku personazhi që po imitohet dhe po përngjan mes banorëve është Rogerti. Po, është Rogerti. Dua të them fillimisht në trocmëridin pse Rogerti po kopiohet nga banorët e tjerë. Po shikojmë një lloj degradimi që po bëjnë edhe lojtarët e tjerë në shtëpinë e Big Brother o Benja V5. Kemi Selin, e cila i drejtohet Juelës dhe të tjerëve si Qen, si Zagar, si Buçe, pra lloj etiketimesh që nuk janë as pak të bukura, as pak brenda kornizave të një kulture, të një raporti që banorët do të kemi njëri tjetrin, pra po i përngjajnë Rogertit dhe lojës së tij. Dua të ndalem tek dasma, por pa shkuar tek dasma, duhet të shkoj fillimisht tek ftesat që u bën për dasëm, ku në ftesën e Rogertit ishte shkruar një mal me ofendime, shporru, pra një lloj negativiteti i përngjashëm me lojën që bën Rogerti, ishte edhe në atë çfarë kishte shkruar Selin, që për mua këtë dasëm e përdori për lojën e saj, për strategjinë e saj, për të treguar edhe disa fytyra, por edhe për të nxitur disa situata që tani më dihet se kë ka ajo armik, apo kë do ajo që do të godasi dhe shikam. Dhe kam parë që gjatë ditës së sotme është marrë me mirin, pra tek pjesa e dasmave, ajo denigroi Rogertin, bëri që miri të ftonte nga Gimbo dhe bëri që në dasëm të kishte, le të themi, atë që ne pam. Sigurisht që ishte një ceremoni e bukur, kishte atë lloj ndjesie jo marramëndse dhe dua të vë re një detaj, pse Brikena nuk u përfshi shumë, ndërkohë që Mateo u përfshin 100%, ishte ai që mbarvajti ceremoninë, që i kurrizoi, por edhe shpërndau dhuratat në emër të sponsorëve, kurse Brikena ishte më e rezervuar. Së pari për konfliktet që kishte me Selin dhe për fjalët, për etiketimet dhe për gjuajtjet që grupi i Selin i ka bërë Brikenës me krye Selin, por edhe me Gretën, edhe me Shndritin që janë kthyer këta dy të fundit si vegla dhe le të themi elektron në dorën e Selin dhe po bëjnë vetëm lojën e saj. Por nga ana tjetër, pse tu përfshinte Brikena, kur pa që nuk ishte një dasëm wow me shumë ndjesi apo me ato emocione që ende ne kemi nga martesa që bëri Luizi dhe Kiara në atë shtëpi brenda shtëpisë së Big Brotherit dhe tha pse duhet përfshihem unë, nuk kam humbur ndonjë gjë të madhe, padyshim dhe mua do të vi momenti se është e pritshme që do të kemi edhe një dasëm tjetër ku nuse do të jetë Brikena dhe Mateo, për sa kohë ajo ende po e ruan veten, ndoshta nuk do që të ndali nga ajo shtëpi me këtë lloj klipi që ajo ka shkëmbyer puthje, se mund të mos e ndjej deri në këtë pikë që të ketë një lidhje me Mateo, po thjesht i pëlqejnë edhe nga dronat që i shkojnë pothuajse për ditë, që për mua po bëhen edhe paksa të bezdisshëm dhe paksa si tregues se çfarë duhet të bëjë Mateo dhe Brikena në të shtëpi, se nëse Mateo afrohet Nikol, direkt erdhi droni, kujdes nga Nikol. Pra nuk mundet që dronat të kontrollojnë lojën dhe të orientojnë këtë çift që po shikohet në sytë e publikut si i tillë, ndërkohë që ata të dy kanë ato gricjet, kanë atë largimin e Brikenës, pra që kaq shumë drona sa po i shkojnë Mateos dhe Brikena, sigurisht që e marrin atë hovin, e marrin atë zemrën, edhe padyshim që midis tyre do të ketë edhe nëse në kuadër të lojës një lloj bashkimi. Unë e mendoj dhe e shikoj që Mateo ka një kultivim të ndjenjës që ka për Brikenën, por edhe kjo e fundit në atë të sajnë për kujdesin që ka për Mateo, që nuk e lë që të tjerë ta godasin, pra është protektive edhe pse nuk është shumë e dhënë apo të puthet apo të shfaqi këtë anën e saj të dashurisë, përsa kohë e thotë nuk kam ndjenja, kam thjesht një pëlqim, më pëlqen si djalë, është i mirë. Prandaj dhe mendoj që Brikena nuk u fokusua dhe nuk u dha shumë në dasëm, por mbajti atë qëndrimin e saj stoik. Sa kaq dasma kishte momente që u bën virale, që u kritikuan në mas pa diskutim, e kundërshtojnë në mënyrë kategorike të gjithë qasjen e prishëse që bëri Rogerti, duke prekur lule, duke hedhur tortën, edhe pse torta nuk ishte, le të themi, reale e gjitha, po ishte fake në atë masin që kishte dhe vetëm një pjesë ishte
tortë origjinale, për sidoqoftë veprimet e tij nuk janë pëlqyer, kurse si në rrjet ka një mori deklaratash, reagimesh që e kundërshtojnë, etiketojnë Rogertin me terma dhe fjalë që nuk dua t'i them, por nga ana tjetër më pëlqeu vetëm tek pjesa që mbajti një fjalim, se zakonisht jemi mësuar në këto telenovelat apo filmat që thret prifti kush është kundër të ngrihet ose të hesh, përgjithmonë ai u ngrit, kishte përgatitur një fletë, edhe pse në mënyrë të çuditshme kamera ishte non stop tek ai dhe tek mirja e ky fundit, dje një lloj keqardhje se fytyra e tradhton me ato mimikat që bëri përgjatë dasmës, edhe pse nuk bëri asgjë, thjesht qëndroi dhe respektoi dasmën, mbajti një qëndrim prej zotëriu, nuk më pëlqeu ngacmimet më pas që kishte sot Selin kundër Mirit së bashku me Gimbon, por duke mbetur tek dasma, padyshim Juela si një lloj xheloze dhe me fustanin e verdh, një lloj agravimi që për mua është i panevojshëm. Ku do të shkojnë, çfarë duan të tregojnë, veç se dalin keq në sy të publikut me gjithë këtë lojë negative që bëjnë, etiketimet me të keqen që e kanë të shpërndar kaq shumë dhe të shpërfaqur kaq shumë me lojën e tyre. Shkatruesi Rogerti është veprimi pa diskutuar, i gabuar të prekër sponsorat, se ai bëri të madhe kur Greta para disa ditësh preku kutinë e bananëve dhe tha si mund të luash ti me sponsorat, ndërkohë që vetë e shkatroi gjithçka që kishte ndërtuar sponsori Sara Event për këtë dasëm, e cila ka rrëmbyer vëmendjen e publikut dhe mirëherë u bën virale si fotot, videot, për edhe betimi që bëri çifti me njëri tjetrin, dhe pse Rogerti u zgjua sot në mëngjes duke ngacmuar e duke i thënë pse nuk jeni fjetur bashkë, kishte një lloj agravimi edhe një lloj tensioni sërish me Selin, e cila nuk tutet, qëndron aty dhe ka një lloj ballafaqimi me të, e ka të zemrën e Luanit, edhe pse për mua këto kohë të fundit po kthehet një lloj arrogance që vetëm nënçmon, përqesht, tallet, bullizon njerëzit aty, e duke kaluar pak tek Brikena, pse le të themi ka kjo lufta, apo pse Brikena qëndroi jo shumë e gjallëruar në dasëm, edhe pse Selin i gjuajti duke i thënë pse ja përmend ti Molzat e disës. Banorja re ka shfaqur një lloj interesimi për të ngacmuar Mateo dhe Brikena të vetme gjë që po bën me Edisën është që po le të themi po e përqesh për Molzat që i ka shumë të fryra, edhe pse Brikena ka ndërhyrje vetë në trup, kjo nuk do thotë që ti duhet të etiketosh, por në fund të ditës nuk e kam parë shumë tallse apo bullizuese Brikenën, ai shumë sa tu shqetësonte Selin, edhe t'i bënte pyetje, të kërkonte llogari si mund të etiketosh ti, ndërkohë që i përmenda më larg çfarë bën Selin me gojën e saj, që për mua e ka kthyer në të njëjtën ujërat me të Rogertit dhe nuk po gjej më dallim, nuk po bëj më dallim, janë kthyer një personazh Rogerti, edhe pse është në masë të madhe të shfrenimit të gojës edhe të etiketimeve që bën, të paragjykimeve, të fjalëve ofenduese, denigruese, por edhe Selin nuk qëndron pas këto kohë të fundit duke dashur të luftoj stereotipin e Rogertit, është bërë pjesë e kësaj gjëje, ose ndoshta po e shfaq veten në këto ujëra që është dhe nuk e kontrollon dot veten, që bëhet edhe agresive dhe arrogante në shumë pjesë të ditës gjatë qëndrimit të saj, ende shumë të debatueshëm në shtëpinë e Big Brother Albania VIP5. Me pak fjalë, Selin deshi çdeshi, bëri të gjithë këtë skenarin për të parë se si do të shkonte dasma saj, fillimisht me ftesat, pastaj edhe qetësia në dasëm, ato provokimet, shkatrimi që bëri Rogerti, pastaj debatet pas dasmës, ai farkimi me Brikenën, po tregohet një lojtare e zgjuar Selin, edhe pse mund të ketë një lloj ndihme të lehtë nga produksioni për gjitha situatat që ajo ka, se ja qesi më shumë në pa, ja tregoi më shumë në pa, ja nxjerri më shumë në pa, në prime, dhe është padyshim një nga banorët më të zhurmshme, por që e ka këtë ngacmimin deri diku të përafërt me Rogertin, e ka se po i shikoj dhe nuk po më pëlqen pse femrat duhet të degradohen në këtë formë në Big Brother, ku duhet të përdorin të njëjtën gjuhë si meshkujt, se ku bën dallimi asaj që ti kërkon të dënohet kur vetë e përdor të njëjtin situatë. Por sidoqoftë, ky është Big Brother, ku banorët janë pa filtra dhe i ka kapur e oferia e lojës, jemi pothuajse drejt ditës 80 dhe dinamikat janë të forta dhe padyshim virale dhe që komentojnë kudo në rrjetet sociale, por edhe në platforma televizive.
Do doja të dija dhe mendimin tuaj për gjithë këto situatat që përmenda që i preka pak se është e pamundur të flasësh gjatë dhe shkurt për Big Brotherin, por sidoqoftë do doja të dija mendimet e juaja dhe mos harroni të bëni subscribe kanalit ton Koha Jon në YouTube.